Shiko, kur shkon tek fura e bukës, ti Apo ble çfarë bukën që ndodh? mendon se Fenomeni është që më e kishe. mira. Në ke 10 bukë, ti do blesh bukën që është më e mira. Ti nuk mund të ikësh aty unë dori pa bukë sot, se asnjëra nga bukat nuk më pëlqeu. Në këtë kuptim, qytetarë shqiptar, për aq sa kanë votuar me vullnet të lirë, kanë menduar dhe kanë besuar që Rama i ka përfaqësuar. Më pak pasaj në Jo, e kisha fjalën renditje është të tjera. marrëdhënie interesi i qytetarëve që e lidhi pak më përpara edhe Ermali me çështjen e administratës, punësimit, duke qenë se është edhe, po themi, mënyra më e shpejtë për të punësuar njerëzit. Unë e besoj që pushteti prodhon një lloj rezonance për të marrë më shumë vota se pjesa tjetër, duke vendosur gjithë mekanizmat. Kur në qeveri, po në thelb, në vendin tonë, në 90-ën, kur janë bërë zgjedhjet para në Republikën e Shqipërisë, ku kandidat ishte në njësin 2 në Tiranë, Ramiz Alia, përballë Marko Froqi, më duket, Franco Croqi, ka fituar një inxhinier i panjohur kundër diktatorit fundit të rajonit, me 65% të votave. Tani, nëse ju më thoni që diktatori Ramiz Alia nuk kontrollon të punojësit, nuk kontrollon të administratën, nuk kontrollon të gjithë shka, kishte sigurimin e shtetit, po vetëm sepse një frymë e re, një model i ri, doli përballë. Tani, unë jam i sigur që... Ti thua që s'ka ardhur oferta e duhur politike, deri më tani? Apo shqiptarit që di besoj një ofertë e duhur politike? Modeli i ri nuk ka ardhur. Sigurisht që unë besoj të disa nga individët të cilët mund t'jenë edhe të rinj, po do duhet që modelin ta show up, ta tregojnë. Dhe modeli tregoj duke bërë partinë transparente. Transparente në vendimarrje, transparente në financë, të ndërtosh brenda partisë tënde mekanizma llogaridhënëse, ku partia jote të kërkon llogari, hiqe vir nga lista si duash ti, pa krijuar mekanizma llogaridhënëse në parti, pa i vendosur listën kryetari, se kryetari di mirë gjërat. Pra, në momentin që shqiptarët, unë jam i sigurt dhe jam i bindur, në momentin që shqiptarët do shikojnë një parti cila është llogaridhënëse, është demokratike, ku dikush i ngrihet kryetari dhe e kundërshton, kur në një moment të caktuar kryetari bëhet i vjetër, edhe pasi ka ndenjur 2 muaj, po vjetërohet aq shpejt sa le të themi antarësia e tij e rivendos dikë tjetër. T'jeni të bindur, nëse krijohet një hapësirë demokratike brenda partive politike, unë jam i sigurt që iniciativa shkon direkt tek qytetarët. Shikojeni sot, një nga institucionet që prodhon besim te qytetarët është SPAK-u. Por si ka mundësi që ne besonim që Amerika dhe, domethënë, ambasada amerikane dhe BE-ja ishin institucionet më të mira, shqiptar, një institucion me shqiptar 100%, duke bërë punën e tyre si duhet, merr besimin e qytetarëve. Dhe në këtë kuptim unë besoj që ky është tregues. Nëse një parti politike doja dalë, ti tregoj qytetarëve që është respekton të gjitha parimet e demokracisë, llogaridhënies, transparencës, respektimit të mendimit ndryshe, vlerës së kandidatëve dhe demontimit le të themi të autokracive të vogla brenda partive, të jeni të sigurt që ka rënë Ramiz Alia, jo më Edi Rama, po kush do tjetër qoftë në këtë